Më sa unë kum pa tek ne në Kosovë, luksi jetohet nga shumica e njerëzve. Muj me thonë, të pakten kena ma shumë se 60% të njerëzve që jetojnë mirë, që ushqehen mirë, dalin në për lokalet të mira, në për restorantet të mira, e kanë jetën e programu me din me i kushtu rëndësi qoftë sportit, edukimit, edhe jetës shoqërore. Ndërsa në vizitat e mia sa i përket diasporës, dhe i me tash kum pa që dikon nashta kisha thonë 80 deri 90% të njerëzve që jetojnë diasporë janë njerëz që fokusin e kanë vetëm në punë dhe pas pune në familjet e tëne, nuk është që dalin edhe jetojnë jetën jashta shtëpijave tëre dhe banesave tëre, ndërsa një numër 10 deri 20% të cilët kanë shku ma herët dhe kanë kushte më të mira, qoftë që kanë biznise, apo janë integruar mirë në jetën në vendet ku punojnë, ata kanë një jetë më të mirë. Kështu që Pra është një pak përqendsh është i diasporës që jeton në botë. 10 deri 20% kisha thonë, po ai që jetojnë pak më mirë 10%, ndërsa këta 10 që tjetër janë që kanë fillu me e kap, po halos kanë mujt me e kap që shduhet. A rrujnë luksin ndështë kur vinë në Kosovë? Këta 90% që i përmende? Po, pa tjetër se dhe këta duhet me nëzërë dikon vetën e tëne, atë energjinë e tëne. Edhe në momentin kur vinë në Kosovë e shpalosin, pastaj na dina se në Kosovë me bo jetë luksi është jashtëzakonisht e lehtë në raport me shtetet e Evropës, sepse në Kosovë shkon në restorante të mira, hin edhe ushqesh ndoshta me 10 euro. Ndërsa sot kisha thonë kështu, nëse shkojna në Zvicër,